Tu kalojmë te ana tjetër. Unë për shkak po të isha, a ke deklaruar që këto donacione, kjo shumë kaq e madhe, rekord, është mbledhur nga patriotët? Po, nga diaspora shqiptare, praktikisht. Shumë bukur, nxirre listën se ti je patriot, këtu njerëzit e nxjerrin veten kur çojnë një pako makarona. E vërtetë është. Tek ashtu nxirre listën e patriotëve, siç dilin listat e patriotëve kur kontribonin për Kosovën, për UÇK-n, për luftën, nxirre listën. Ti këtu në Tiranë, ata ti ndoshta e kanë dorëzuar te fari, e kupton, ose kush i ka menaxhuar, fondacioni. Por ajo është çështja amerikane, ne flasim këtu dhe jemi te politika. Nxirre, përse fshe? Nxirre dhe ja mbyll gojën dhe Edi Ramës që doli sot këto para mund të jenë të korrupsionit apo kushdo kundërshtari të Sali Berishës dhe nuk e lufton dot ti që janë ulëshuan këta të na hedhin një dyshim. Jetë e dyshimit të hidhen gjithmonë kur s'ka transparencë. E vërteta të nxjerr lakuriq. Nxirre ti të vërtetën, e ke parasysh dhe gjitha kjo del në. Po emri i garantorit në këtë mes, një shqiptaro-amerikan nga diaspora shqiptare në Amerikë, nga Tropoja, domethënë, është Mirë, dakord, lidhjet. Po ti futesh tek lidhjet. Por nuk është ai poseduesi parave, se shumë njerëz janë gatruar. Jo, ai është garantori. Jo, patjetër. Po mirë, po edhe që të dalësh, edhe dalësh garant. Nuk e di a ke marrë ndonjëherë kredi konsumator. Po pra, si puna e kredis që dikush të dalë garant. Po patjetër. Sill dhe një tjetër që nëse cof ti të vjen të troket ty dera. Po, është vërtet. Po mirë, po edhe kjo ka një risk, kështu që ti je garant. Nuk është dhe kaq formale sa. Patjetër që ka një risk. Unë isha në televizion tjetër dje. Për këtë çështje në orën 12 në Top Channel. Nuk e keni problem, besoj se jeni tjetër sot. Jo, s'kemi censurën e fare. E komunikuan me zotrinë dhe ajo përgjigj ja me pushime, nuk duhet të flas për këtë, çdo gjë është në institucionet amerikane. Po, u pasqyrua ajo në media. Mirë, pa ajo pritej që se ç'të komentonte ai kur sa kohë nuk po komentojnë ata që duhet komentojnë. Ai shumë mirë bën që s'komenton se ai është në, si thon, presonome aty. Po pra, ti i kanë thënë që mos komento, sepse nuk ishte vërtet. Derisa i ka thënë Sali Berishës që s'ka burr nënë, ti thot mos komentoj një gjë në historikun e tij si egocentrist që është, edhe që edhe këshilltarët gjithë jetën e tij ka patur për t'i këshilluar dhe jo që ta këshillojnë. Kështu që këtu duket që ka një gjë që duhet të tregohen të kujdesshëm. Sepse shumë e thjeshtë është del në konferencë shtypi, ju përgjigjesh pyetjes së gazetarëve, aq më tepër që këtu 90% të mediave i kanë nën kontroll, edhe të kolegëve tanë, përgjithsisht, më vjen keq që e them. Shumë mirë ata gazetarë që fton atje, qose edhe me pyetje janë të detyruar, sepse ti s'ke si do ta shmangësh, ti je në kulmin e fushatës. E diona, je në kulmin e fushatës, s'do dal më në televizion. Zoti Berisha. Jo, do të thotë që për atë çështje nuk flas. Jo, ka folur Partia Demokratike me një deklaratë zyrtare që ditën e parë. Apo do ta pyesin gazetarët. Atëherë jo, do e pyesin, po mund të thotë edhe që ka folur Partia Demokratike për këtë. Po jo, ka folur, ka pyetje konkrete. Kush janë këta? Kush janë këta patriotët? Ka 500, se nuk është turp të ndihmosh partinë tënde, edhe si militant qofsh. Sepse kjo patriotët mua më kujton edhe kur u mor kompjuteri i home i asaj kontaktit i dosjes Partizani famshme, aty u gjet një klauzol. Po, home plan. U gjet një klauzol kur shpërndaheshin dividendët, domethënë ja marr për malltete të tjera, kontribut patriotik. Në hetim ajo, domethënë. Sa para derdheshin në një llogari që e kishte emrin reale, kontribut patriotik. Dhe ky është kontribut patriotik. Është për familjen. Ta thon. Është për Partinë Demokratike. Kam dyshime që është për Partinë Demokratike. Po mirë, kur pse kam dyshime? Sepse unë jam njëri që rin terren dhe kandidatët e shkret. Në listat të hapura që ky Sali Berisha bashkë me Edi Ramën vajtën i mbyllën, bën atë turpin e madh dhe tani e kanë ashtu, nuk kanë fonde. Nuk kanë fonde që të paguajnë njerëzit që i shoqërojnë apo kur pinë një kafe apo kur bëjnë fletushka, dhe ti këto 6 milion si nëse janë për Partinë Demokratike, o i duhen sot këto 15 ditë, o i duhen sot për të bërë një fushat sa më dinjitoze, sa më të gjithë përfshirëse, ose domethënë nuk i duhen sepse Sali Berisha duke mbyllur listat, e ka ndarë mendin që ata ka besnikët, i ka futur aty, çfarë do dalin dhe nuk i intereson kjo. Kështu që këtu bie teza që kjo ndihmon Partinë Demokratike. Po mirë, nëse është pastaj nëse do të kalojmë konkretisht tek kontrata, këtu pastaj ka
pikat e hapura, ka diçka të hapur, ka dhe diçka. Një pikë që nuk e thonë mediat përgjithësisht. Që është? Janë pikat të demokracia, funksionimi i demokracisë e tjerë. Është e vakët mbrojtja e shtetit ligjor, se të mos harrojmë ti ke patur këtu në studio. Para një muaj, diçka më shumë ka qenë në Washington dhe Lulzim Basha dhe ka bërë një lobim, ka nënshkruar një lobim. Por lobimi i Lulzim Bashës njëherë rreth parë ishte pro bono, pa para. E dyta, thelbin kishte mbështetjen e demokracisë, edhe të opozitës e tjerë, po thelbin e SPAK-ut të drejtësisë së re etj etj. Këtu është i vakët roli SPAK-ut. Janë këto të përgjithshme, opozita, narkoshteti e ku diun çfarë. Por pika që mua më bëri përshtypje sapo e lexova në origjinal ishte që këta marrin përsipër advokimin për çështje gjyqësore strategjike. Sepse për hir të së vërtetës fjala non grata aty nuk përmendet. Nëse ka seksione, nën seksione, e kupton se formaliteti është ajo që doli që del në faqen e farës. Ajo doli nga faqja zyrtare. Sepse qëllimi i këtij lobimi është heqja e non gratës. Dhe këta nuk e mohojnë, nuk është e shkruar. Por aty është e shkruar një fjali që thot për gjyqe të kush është janë gjyqe strategjike? Për mendimin tim, ka PD-ja të bëjë një pyetje retorike. Ka PD-ja ndonjë hall në SBA? Jo. Po, Sali Berisha, vajza, djali dhe bashortja ka një hall në SBA. Apo. Kështu që dhe kam vënë re domethënë që Sali Berisha pa kohë përpara kur flitej për Lacivitan edhe lobimin e tjerë, e thoshte me plot gojë që unë nuk do loboj për non gradën time. Unë nuk do loboj për non gradën time. Ngulte kem. Tani nuk e thon, sepse ne gati e kemi bërë fakt të kryer, gjitha mediat, që është lobim për non gradën. Po ta vësh re. Po, a kanë një zëdhënës ata një kështu thotë, dëgjoj, kjo nuk është për non gradën, është për PD-n. Nuk e thon. Ti e ke dëgjuar Gjekondi këtë një përgënjeshtrim që s'është për non gradën? Jo, do me thënë... Por ajo është, sepse ka këtë fjali brenda. Së fundmi, urdhrin e dhënë nga Berisha për të mos fol mbi këtë çështje në media, e theu Bujar Leskaj. Urdhri është dhënë Berishës. Jo, e kuptoj, po ai e ka përcjellë tek të vetët. Patjetër. Edhe po të lexoje statusin e Bujar Leskajt, nuk e dija, e ke lexuar? Po, e lexova që di. Ishte intervistë formalisht, jo, këtë citonte formalisht këtë pjesën që për hir të shtetit të së drejtës, për atë që ka nxirë Edi Rama në 12 vite etj. Gjikundi nuk thuhej. Mirë, ai motamo nuk është se thoshte që të përgënjeshtronte pjesën e non gratës, ose? Po. Ska si e përgënjeshtron. Këta kur janë ndaluar, këtë po ta them me informacion, kur janë ndaluar nga amerikanët që të flasin për të çështje, nuk janë ndaluar të mos flasin fare në kuptimin politik. Kuptoj. Se këto fjalët e propagandës që ne na janë bërë bajate të këtyre qoftë të Edi Ramës, të këtyre të vjetrëve. Të flasin thua ti, po jo shtën në terma të përgjithshme. Po të flasin do ndihmojë demokracia, PD-ja të ketë marrëdhënie më të forta me administratën trashë. Çështja është që të flasin kush janë këta. Kush janë këta patriotët? Çështja është që kush qëndron tek financat e kësaj dhe çështja është që të flasin do trajtohet ky lobim ka brenda heqjen e non gradës e cila na që nga vendosur me para dhe po u hiqka me para me të njëjtën mënyrë. Tani nëse kjo është për heqjen e non gratës dhe nëse supozojmë për një moment që me këtë lobim $6 milion hiqet non grata. Çfarë do të thotë kjo? Asgjë. Nuk do të thotë asgjë. Kjo për Shqipërinë nuk do të thotë. Nuk do të thotë që për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës i heqin dhe i vendosin non gratat edhe me para? Po, asgjë për Shqipërinë. Ta theksova. Për Amerikën do të thotë shumë. Njëherë e para, nëse kjo hiqet me para, vërtetohet që është edhe mund të jetë vënë me para. Që është vendosur. Jo, që është vendosur me para. Kuptoj. Dhe atëre Amerika bëhet një shtet që dhe shtetet e bananeve, domethënë duhet të ndihen më dinjitoz, domethënë që aty por unë nuk e besoj këtë. Unë besoj këtë tjetrën dhe me dienitë e mia. Domethënë ti nuk e beson që do të hiqet non grada. Jo, nuk thash këtë. Unë thash këtë që non grada lobimi mund të arrijë për non gradën maksimumi dhe unë këtu e uroj të ndodh kjo, të bëhet ky lobim. Mund të arrijë maksimumi rishikimin e dosjes, rihapjen e dosjes. Domethënë presion në Kongres, presion në Senat, siç tentuan me ndonjë kongresmen dikur, në shtëpinë e bardhë tek sekretari i shtetit Rubio, domethënë që silleni
Dhe këtu prap do ketë një gjykatë, se nuk i qita shumë non grata, sepse është non grata e firmosur nga 14 agjensi. Tani flitet dhe unë jam kurios që t'ja hapin, se unë kur nuk e besoj që i zhvën nga Sorosi non grata zotit Berisha, sepse po ti ishte vën nga Sorosi, do më thënë, ajo do ishte hequr që ditën e parë, e kupton siç na premtuan vetë, që ditën e dytë, sepse ne dim për plasin e Soros. Por non grata për mendimin tim për korrupsion nuk janë hequr kur dhe nuk është. U entuziazmuan faktikisht demokratët me një precedent në Hungari. Ja të ta shpjegoj. Precedentin në Hungari, nëse lexon njoftimin e sekretarit të shtetit të Rubio, thotë kështu, për arsye, jep arsye. Për arsye geopolitike, sepse Hungaria është një aleat strategjik i yni në këtë lloj Europe që po ndërtohet tani dhe dihet të skepticizmi këto përplasjet që kanë me Europën. Dhe Urbanin dihet që e ka aleat kryesor dhe shefin e kabinetit, ish ministri, ish kryetar bashkie, njeriu më të afërt të Urbanit, ja hoqin për arsye geopolitike, por as u lobua dhe as u dhan para. E hoqi se donte Amerika. Siç e ka hequr Ali Ahmetit, ishte në listën e zez, plasi lufta UÇK-ja 2 në Maqedoninë e Veriut, u futë në listë të zez dhe shumë drejtues të tjerë të UÇK-s e tjerë, kur ndryshoi këndvështrimin dhe gjithë ato, jo vetëm që ja hoqi, po e mori dhe në SBA. Kjo është tjetër arsye. Është Sali Berisha një njeri geostrategjik në Shqipëri? Nuk më rezulton. Tani, flitet që kjo shumë me lobimi mund t'jetë hedhur për shkak se Partia Demokratike ose Berisha vetë kërkon që non grata t'i hiqet me urgjencë për 11 maj. Nuk e ka fare te non grata. Ndodh kjo? Nuk e ka fare non grata. As për 11 maj, as për Sali Berisha arriti që ato që nxjerrin dhe sondazhet dhe që janë dhe shifrat e sondazheve të veta, arriti domethënë që me non grata, duke qenë non grata, e ka një 30%. Apo jo? Po. Aq shkon Sali Berisha.